nuk intereson fare, ai je i ri, ai je i vjetër, njerëzit e kanë filluar biznesin që 50 vjeç. Nëse ti nuk ke motivim, nuk ke një ambicie se çfarë do të bësh në jetën tënde, atëherë nuk do e fillosh kurrë. Your network is your net worth. Nuk ka shanse që ti natë të bësh ambasador rinor nëse e ke shok daje rekrutuesit. Dhe mendova që të hap një grup WhatsApp-it të thjesht dhe nga një grup me 100 veta lulëzoj në 200, 300, 1000, 2000 derisa u bë ajo themelimi i një organizate SAS që është e veçantë në vendin e vet. Të rinë shqiptar ka një problem që nuk e tregojnë çfarë duan, sepse kanë frikë nga ana e politikanëve. Përshëndetje miq të podcastit ton tashmë. Sot kemi të ftuar shumë të veçantë, le të themi që përfaqëson brezin e rinj sot, thuaj jo vetëm në nivelin shqiptar, por edhe të ndërkombëtar. E kam ftuar sepse do doja shumë që të transmetoj vlera, sidomos tek brezat e rinj dhe aq më shumë për rritjen edhe zhvillimin e tyre. Unë faktikisht e kam njohur kohë më përpara personazhin e radhës, ku kam admiruar shumë pjesën e leadershipit, por dhe të komunikuarit në publik. Jonas, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, Ervin. Mirë se na gjete. Duhet të të pyesja, kush është Jonas për te po themi të gjithë postimeve apo edhe titujve që ti ke? Për te kostumeve, Ervin, dhe për te titujve, Jonas është thjesht një njerëz që ka dëshirë të tregojë veten dhe të bëjë një hap tjetër në jetën e vet. Pra ato shkallat e jetës ka dëshirë që t'i bëj me vullnet dhe me admirim. Shiko, kur jemi njohur, bashkë tek një workshop që kemi qenë tek një universitet që nuk po ja përmend emrin, për çështje edhe etike, mbaj mend që më ke thënë edhe një vizion tëndin se kush po themi do doje të ishe në të ardhmen. Por e mbaj mend turbull, mund të ma thuash edhe një herë, sepse mbaj mend që më ka dhënë goxha ndjesi për moshën që ti ke dhe për ambicien e lartë, po themi, që ti synon. Kur jemi njohur ne ishte një mosh fare re në fakt, tani jam 20, më përpara mos gaboj ne jemi njohur para 3 vitesh, që kështu 17, që kështu atëherë ka qenë një periudhë që isha pak i turbull dhe unë në vendimet e mia, se sidomos kur je i ri ndryshojnë ato që do të bësh, por atëherë doja të isha një CEO, një CEO një biznesi dhe të isha edhe një diplomat i vendit tim dhe shpresoj që këtë rrugtim dhe atë vizion që Jonasi donte ta përmbush. Pra unë përmbush çfarë donte Jonasi i ri. Dhe unë si detyrë e kam që të ndihmoj të rinjtë e mi, të ndihmoj të tregoj për vizionin, për ambicjet që kam unë, edhe të ndihmojmë njëri tjetrin për të mirën e adheu tonë. Pra kjo është dëshira dhe kjo është motivimi se si duhet bërë ky plan. E qartë, që në mendimin tim personal ti tashmë je një diplomat që përfaqëson, po themi dinjësisht Shqipërinë, pa dashur të bëj, po themi ato furçat e të ftuarve, po kjo është diçka që mendoj realisht, por do doja sa vështirë është për një të ri shqiptar që të, po themi, të marrë pjesë dhe të përfaqësojë Shqipërinë në për arena ndërkombëtare. Pyetje interesante, Ervin, por duhet dish diçka. Për të përfaqësuar një shtet, jo vetëm Shqipërinë, për të përfaqësuar çdo shtet, një entitet, një organizat, duhet një aplikim, duhet një motivim dhe duhet kush është Filan Fisteku. Pra duhet me ditë sa i motivuar është ai, sa i gatshëm është ai, sa i komunikueshëm është ai që të tregojë dhe të delegojë interesat e të rinjve të atij shteti. Unë fillova, si thash, me një organizat shumë të thjeshtë, me European Youth Parliament. Fillova me aktivizëm, fillova me vullnetarizëm që një moshë shumë të re. Pra kam filluar që nga hapet e para të aktivizmit. Qa moshë ke qenë? Për ta kuptuar mos gaboj 16 vjeç, 16-17 vjeç. Okay. Pra 16 vjeç kam filluar, po. Nga një organizat shumë e thjeshtë deri në ato entitetet që unë tani jam pjesëtar dhe këshilltar në këto emra. Çfarë emri do t'i veje, po themi, asaj që të ka bërë të arrish nga 16 vjeç deri në 20 vjeç? Le ta quajmë që në një fjalë është realisht ajo formula, po themi, që mund të jetë qoftë konsistenca, apo mund të jetë vendimarrje apo misione. Kush është themeli, po themi, që të ka mbajtur me këtë ritëm të paktën për këto 4 vite? Do thojë që një nga emrat do ishte shkatësia edhe motivimi. Për një person nuk varet nuk intereson fare, a je i ri, a je i vjetër, njerëzit e kanë filluar biznesin që 50 vjeç. E kanë filluar idenë e tyre që një moshë dhe më të vjetër.
Pra nuk ka një moshë të saktë, nuk ka një moshë se ku duhet ta fillosh, por ama nëse ti nuk ke motivim, nuk ke një ambicie se çfarë do të bësh në jetën tënde, atëherë nuk do e fillosh kurrë. Pra mund të themi që duhet të kesh një vizion të qartë për atë që do për vete dhe për atë që përfaqëson. E mirë është edhe nëse nuk ke vizion, duhet të kesh dëshirë. Nëse nuk ke dëshirë, pa dëshirë nuk e bën dot punën, tamam. Mund të jesh një i ri me eksperiencë shumë të mirë, por nëse mosha jote të kufizon, se kam parë edhe nga vete ime që mosha ime ka kufizuar në disa raste, atëherë nuk do e kuptosh plot çfarë po bën ti aty. Pra e mirë është duhet eksperjenca një për një pozicion të lartë dhe një pozicion të mirë. Duhet relatat, your network is your net worth. Pa një miqësi, pra ajo emri miku sot është e vërtet, sigurisht, por moderohet në shtete të ndryshme. Në Parlamentin Evropian është shumë e vështirë të marrësh një mik. Nuk ka shanse që ti NATO të bësh ambasador rinor nëse e ke shok daje rekrutuesit. Pra ata shohin ambicien, ata shohin CV-n, ata shohin backgroundin, ata shohin se kush është Jonasi. Çfarë bën ai, çfarë backgroundi ka, çfarë ai do na japi ne. Pra mund të themi që në ambiente të tilla meritokracia është patjetër shumë e lartë se sa po themi vendet e Ballkanit. Po. Sipas mendimit tim besoj se po. Besoj se po, sepse ato janë në një demokraci më të hercene, janë me një mentalitet më ndryshe nga ne. Jo se po shaj shtetet Ballkane, për edhe Shqipërinë, por ka një meritokraci shumë të lartë, sepse puna e tyre e ka detyrim. Meritokracinë dhe integritetin e tyre që të jenë sa më të saktë, që mos zgjedhin njerëz të gabuar. Është sikur të punosh në një linjë ajrore. Wizz Air, Swiss Air, Lufthansa, ata nuk marrin pilota me mik. Sepse një pilot ka përgjegjësinë e gjithë ekuipazhit dhe gjithë pasagerëve. Pra ata shikojnë që me një pozicion të thjeshtë emri i tyre është në risk, statuti, kush është ky, çfarë do na bëj ky, pra çdo gjë. Edhe vazhdimësia, besoj. Edhe vazhdimësia se si ky do arri. Unë çdo kontratë që kanë firmosur me këto entitete NATO, Interpol, Kombet e Bashkuara, Parlamenti Evropian, çdo entitet tjetër që kanë punuar, më ka thënë që nuk duhet të jesh pjesë e partive politike një. Nuk duhet të jesh pjesë e entiteteve që neve mund të na bëj risk në një të ardhmen. Pra, ata janë shumë koshës me aplikimet, prandaj janë aq të vështira. Si është të jesh pjesë e NATO Youth Summit? NATO Youth Summit fakt është si summiti i NATO-s, por në një nivel më rinor. Pra aty flasim rreth peace and security, sigurisë dhe paqes në shtetet anëtare të NATO-s. Se si rinia ka integritet, si rinia ka ide dhe ambicie që në një të ardhme dojnë ata në karriget e liderëve të NATO-s. Pra mund themi që po themi moshatarët e tu, qofshin edhe në kombësi të tjera, që janë pjesë, po themi, e këtij grupimi, nëse mund ta quajmë kështu. Supozohet që janë, po themi, brezi tjetër i drejtuesve të NATO-s? Supozohet që janë ashtu. Bëhet një stimulim, është 3 ditor, 2 ditor eventi. Summiti rinor i NATO-s zgjidhet një nga shtetet anëtare, sigurisht, herë në fund ka qenë Malizi, para 2 vitesh ka qenë Suedia, para 3 vitesh ka qenë Amerika në Miami. Pra, për çdo shtet kanë tematika të ndryshme. Për çdo periudhë kanë tematika të ndryshme. Herën e fundit ishte AI and security. Para 2 vitesh ishte maritime security. Pra, varet çfarë tematikash kanë që të rinë të stimulohen, të trajnohen nga anëtarët e NATO-s për të parë se sa të dedikuar janë këta dhe sa të gatshëm janë që të përgatisen për the real thing. Pra, një summit i NATO-s mund të ketë mbi 100 pjesëmarrës. 75 marës. Përfshirë edhe grupimin e të rinjve? Po. Përfshirë për grupimin e të rinjve dhe për pjesën e NATO-s. Po, shiko, jam kurioz dhe jam i sigurt që ndoshta edhe shumë të rinj që po na ndjekin, do donin ta shohin të kurreshtje. Në të përgjithshme kuptohet, sepse ndoshta ajo çdo gjë është publike, aq më tepër kur bëhet fjalë për një organizatë siç është ajo e NATO-s që ka nivelet e veta të konfidencialitetit. Kush janë kriteret që përzidhet njëri? Në mënyrë që unë ta kem në konsiderat, po themi, në të ardhmen. Kriteret janë nga mosha 18 deri në 27 vjeç. Mos gaboj tani është bërë deri në 30, se në Bashkimin Evropian i ri deri në 31 vjeç. Mos gaboj, duhet ta verifikoj, por kriteret janë që të
kesh eksperiencë në atë fushë, pra të kesh bërë evente, të kesh marrë të titull si ambasador rinor, delegat rinor, të kesh një CV të mirë, një cover letter shumë të mirë, dhe pastaj varet nga intervista. Ti e bën intervistën, pra ka 2 fazë intervistash, intervista e parë dhe intervista e dytë që është finalja që të bëjnë pyetjet rreth angazhimeve të tuaja, si imagjinon ti një summit, si imagjinon ti zërin e të rinjve brenda NATO-s, pra bëjnë pyetje që të kuptojnë se sa i gatshëm është ky person, sa ambicioz është ky person, sa që të kuptojnë dhe për kushtimin që ti do kesh, të kuptojnë se kush është Jonasi, të kuptojnë se çfarë ka ai më mirë se konkurrentët e tjerë. Për një aplikim mund të ketë mbi 100 aplikime dhe ato zgjedhë për çdo shtet. Shiko, meqense jemi edhe në një periudhë ndoshta pak edhe sensitive për shkak të ngjarjeve. Kush janë tematikat e sigurisë globale sot? Aktualisht që po flasim, tani është bërë, sidomos ndryshojnë. Tani është bërë lufta në Iran, lufta Gaza-Izrael, lufta Ukrainës është një nga prioritetet e NATO-s aktualisht që flasim, sepse lidh Europën dhe është më afër Europës, pra janë më shumë AI insecurity, janë cyber security, pra tematikat që prekin çdo shtet aktualisht. Hakerat, pjesën e luftës, bombat, dronat, pra këto janë tiparet kryesore që në NATO flasin për sigurinë, flasin për Board of Peace, flasin për paqen dhe sigurinë rajonale, sepse NATO-ja deri shkon në Turqi dhe deri në Danimark. Edhe siguria është në një shtet, nëse një shtet sulmohet gjithë NATO-ja. Pra këto tematika, pra nuk është vetëm tematika më hot. Në NATO kanë 100 komitete dhe ato 100 komitete i flasin për tematika më të ndryshme, nga më vogla deri te më e madhe. Në NATO është komiteti i ushtarakëve, pra Military Committee, dahet në NATO Parliamentary Assembly dhe në General Assembly. Pra janë komitete të ndryshme që flasin për shumë tematika njëkohësisht. Okej. Le të themi që temat janë të ndarë në departamente brenda NATO-s, temat ndahen që të jenë të fokusuara. Temat ndahen sipas interesave të momentit. Okej. Shko, për të kthyer pak tek iniciativat personale, gjë që ka edhe një kontribut të drejtë për drejtë të paktën në vendin tonë. Si lindi SAS dhe si zbërthehet SAS, se e kam harruar? Po, aktualisht SAS përkthehet në akronim SAS, Special Achievement Services. Okej. Pra shërbimet e veçanta të SAS-it. Por ka filluar në 2023 si një ide e thjesht ku më pyesnin Jonas, a ke ndonjë ide se ku mund të angazhohem? Jonas, a mund ndihmosh me këtë? Pra filloshin nga 10, 20, 30 edhe nuk mund ndihmosh dot 50 persona me brenda një dite. Dhe mendova që të hap një grup WhatsApp-it të thjesht dhe nga një grup me 100 veta luluzoi në 200, 300, 1000, 2000, derisa u bë ajo themelimi i një organizate SAS që është e veçantë në vendin e vet, sepse jemi të vetëm edhe aktualisht në Shqipëri që ndihmojmë të rinjt me punësimin në karrierë. Për praktikat, për bursat dhe për eventet. Dhe kjo është free of charge, nuk marrim asnjë lek nga studentët. Se duam të ndihmojmë studentët, duam të ndihmojmë në fushën e tyre, duam të ndihmojmë që të futen në tregun e punës sa më herët që të kapin eksperiencat. Madje i kam thënë edhe studentëve që nëse tregoni veten në ato praktika që bën ju, në ato internship jashtë ose brenda, sasi është fokusi që t'i mbajë të rinjt brenda shtetit. Mos t'i çoj larg. Mund të më tregosh pa shumë detaje një histori suksesi, po themi, e një të riu që nëpërmjet SAS-it po themi ka gjetë kontaktet e duhura dhe po themi ka lulëzuar pa thonë emra, thjesht për ta kuptuar më shumë me një ambasadë kemi çuar 2 të rinj aktualisht në Poloni dhe kanë bërë një trajnim gjithashtu fully funded. Pra e paguar avioni, hoteli, qëndrimi, buka, edhe pra çdo gjë ishte paguar me anë të SAS-it. Kemë marrë suksese që janë futur njerëz në punë pas 3 muajsh. Kur kanë mbaruar praktikën, kanë marrë një kontratë 1 vjeçare për SAS-it. Pra neve si emër, si entitet, si kompani kemi kriter që të rinjt të futen sa më shpejt në tregun e punës. Të mësojnë, të marrin eksperiencë. Eksperienca i them që është më e mira se një certifikat. Certifikata futet në xhep. Certifikata është një dokument që ti e bazon në eksperiencën tënde. Shiko, jam një njeri, po ndjek këto podcastin. Si mund të kontaktoj? Shumë e thjesht, Sasi ka social media, mund të kontaktoni tek Instagramin personal, tek sas.albania,
në Instagram, në LinkedIn, edhe në WhatsApp keni kontaktet tona, pra jemi everywhere. Në universitet dhe gjendemi në për kompanira, pra nuk është e vështirë për ta gjetur, keni kontaktet tona edhe në bio nëse do i vendosim që kështu. Pra është lehtësisht e gjetë edhe nëpërmjet aksesueshme në Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Shiko, mua më ka pëlqyer shumë qasja jote si leadership. Prandaj theksova edhe në fillim, dhe kjo është, të jemi sinqert, edhe një nga arsyet për cilën mora këtë hap edhe për të ftuar. Sepse do doja që shumë të rinj, aq më tepër në këtë lloj moshe, të kenë vetbesimin që ti ke, të kenë public speaking që ti ke. Unë mbaj mend tek eventi ku ne jemi njohur, në momentin që ti ke filluar të flasësh, njerëzve ju mor vëmendja. Dhe kjo është një gjë që unë e shtyj fort tek çdo leadership, qofshin ato në rang menaxherial, politikan etj. Çfarë veçon një lider në këndvështrimin tënd nga një ndjekës, po theme, që është e kundërta e liderit. Sensin kush mund të jenë ato tipare dalluese ose kriteri që një lider duhet i ketë, sidomos në këtë moshë, në mënyrë që të bëjë diferencën, por bazuar tek eksperienca jote, i bën të mundur dhe hapjen e rrugëve për një ekspozim akoma dhe më ndërkombëtar. Për mendimin tim, Arvin, fjala që më ka ardhur në mendje kur ma bërë këtë pyetje ishte integriteti. Një lider duhet të ketë integritet. Duhet të ketë ambicie, duhet të tregojë leadershipin dhe vetë që nga hapat e para. Pra një lider nuk është thjesht që të ketë kontakte, të ketë aftësinë e komunikimit, të ketë aftësinë që njerëzit ta ndjekin. Një lider duhet të jetë përbrenda në karakter me integritet. Një lider pa integritet nuk është lider. Kemi politikanë që janë lidera, kemi kryeministra, ministra që janë lidera të një shteti. Por ama integriteti mungon në disa raste, jo në të gjitha, por mungon. Dhe pa integritet është shumë e vështirë që një lider të identifikohet. Mund të jetë shumë i mirë në premtimet e veta. Mund të jetë goxha gjeni në marketingin e shtetit ose veten e vet, por nëse nuk ka një integritet personal që është pure, që është i veçantë, në lloj vetë se si ai e jep besën tek ndjekësit, atëherë ai nuk është një lider. Është një puppet, është një show. Pra, për një lider duhet të ketë integritet, ambicie dhe të jetë sa më i vërtet për ndjekësit e vet. Unë asnjëherë në jetën time nuk kam menduar që të gënjej njerëz, që të shfrytëzoj titujt e mi për favorit e mia personale, por e kam bërë me integritet. Ai integritet është pasuar dhe është dhënë në ato ndjekës që unë kam. Jonas, me qenë se jemi tek leadershipi, bazuar edhe tek eksperiencat që ti ke, unë të kam ndjekur vazhdimisht qoftë dhe në rrjetet sociale dhe kam krijuar, po themi, edhe një profil të vazhdueshmërisë që ti ke pasur. Dhe një pyetje që më vjen ndërmend është sidomos në ambiente elitare. Si e menaxhon presionin? Aq më tepër kur shfaqesh përpara, po themi, personave që kanë një mendje kritike sepse janë njerëz me eksperiencë, kanë dëgjuar shumë dhe duhet t'i marrësh vëmendjen, t'i transmetosh mesazhin, përfaqësosh gjithësisht Shqipërinë, sepse në fund të ditës kur shfaqesh në ambiente kombëtare, mban dhe përgjegjësinë e kombit për nga cilin vjen e kështu me radhë. Dhe kam përshtypjen që është një presion goxha i lartë. Aq më tepër për një të ri, se në fillim ka qenë e vështirë në fakt, është e vërtet, sepse je në një dhomë me njerëz më të mëdhenj se ty nga ana e moshës. Por e mirë është unë kam patur atë ambicin që gjithmonë kritikohesha, gjithmonë që Jonasi, është i ri, po a është e vërtetë që po bën këto gjëra, pra a është capable, a është i gatshëm ai që të jetë në këto faza dhe më kanë kritikuar, por nuk e kam lënë. Pra kam vazhduar, I've never stepped down. Asnjëherë nuk më kanë ulur në gjunjë sepse më kam thënë që kritikat janë gjëra më të mira që një person mund të marrë. Kritikat nga njerëz më të mëdhenj, nga njerëz që duan të ndihmojnë, unë jam ndihmuar. Jam ndihmuar nga ana e komunikimit, jam ndihmuar nga ana e mendimit, nga ana e critical thinking, sepse Jonasi që keni ju përpara nuk është ai që ka qenë para 5 vitesh. Pra, sidomos është një presion, por kur mësohesh, kur e rrethon veten me njerëz më të mëdhenj se vetja, e kupton që truri ndryshon, mentaliteti ndryshon, dhe në fund të ditës ti je aty për shtetin tënd, ti je aty për veten tënde, nuk je për të treguar, për të bërë show off. Ti aty ke një punë, ke një ide, ke një veprim, pra në atë summit ose në atë dhomë që janë lidera, kam qenë edhe të summiti e PS-s që
u bën në Tiranë që ishin gjithë liderat e Bashkimit Evropian dhe i kam takuar disa. Edhe gjëja që e parë që më ka thënë, wow, why so young? Pse aq i ri? Pse ti, how is it that possible? Dhe më kanë lavdruar. Por ka qenë edhe kritika atyre që mos të ngrihet qefi nga këto. Është vërtet. Faktikisht është i kritik që çdo të ri duhet ta ketë parasysh që të jetë sa më po themi modest, sepse modestia është gjë që unë të paktën mundohem ta anashkaloj, të paktën eksperjenca jetës më ka treguar, por që të jetë me këmbë tokë, le të themi. Por thej që nga 16 vjeç deri 20 vjeç ka pasur edhe goxha e curi, po qoftë edhe transformim i vetes tënde personale, por edhe profesionale. Gjithmonë për mirë. Për mirë, kuptoj. Sigurisht. Dhe do duhet të dija kush është zakoni që të ka arritur, po themi, performancën, sepse kam përshtypjen që gjatë eksperiencave të punës, apo qofshin ato, jo domosdoshmërisht punë, po çdo lloj eksperience, krijon ca zakone që ti e ndjen natyralisht, ndoshta që funksionon dhe mban ato zakon. Përveç saj është edhe kultura dhe disiplina që i the familja jote. Pra edhe një person që mund ta mësojë disiplinën gjatë rrugës, unë e kam marrë nga babai im. Babai im ka qenë ushtarak. Dhe në një familje ushtarake e kupton dhe më mirë disiplinën, por më shumë nga vetvetja. Sigurisht kultura e familjes është një diçka që nuk falet as nuk blihet. Por kur ti e mëson vetvetiu, kur njerëzit të mësojnë, kur ti komunikimin, mënyrën se si vishesh, mënyrën se si ti je në një tavolinë me diplomatë të tjerë, dreka, darka, mënyra se si ti duhet të përdorësh knife and fork, se si pihet. Pra çdo gjë, çdo detaj i vogël shikohet. Nëse ti e shikon orën, thëmë pse po shikon orën, a ke ndonjë vend tjetër për t'ikur? Po, qartë. Pra detaj më i vogël ata shikojnë, se ata presin për më të mirën. Sigurisht se shikon çdo publik. Për një person ti je në një kafe që ti e ke telefonin hapur, ajo quhet disrespect jashtë. Në qartë. Ta lësh telefonin hapur. Telefoni gjithmonë mbyllur. Duart poshtë tavolinës. Okej. Pra mund të themi që ka edhe disa kode që ka kode, që të mbash, nuk do thoya kode, do thoya kode sjellje. Do thoya kodet e një gentlemani, kodet e një diplomati që tregon se si e lidh krevatën, çfarë po vesh, çfarë ke veshur sot, dopje pet. Pra, çdo detaj varet dhe për mendimin tim komunikimi më ka ndryshuar shumë, se si flas, se si flisja para disa kohësh. Por besoj që komunikimi edhe mendësia ka ndryshuar shumë. Po. Kur e thosh me njerëz të tillë, do ndryshosh. Nëse nuk ndryshon atëherë ti s'po dëgjon thjesht ka ardhur në kot. Bëhet kam përshtypjen domosdoshmëri. E mira është, unë e them edhe të rinjve që po na shikojnë, e mira është të bësh show up në çdo vend. Nëse nuk shkon në atë vend ti nuk do e dish kur çka ka ndodhur. Nuk do të njohin njerëzit kur njonazi hyn në një dhomë e shikojnë. Po shumë vërtet. E shikojnë sepse çfarë shkyri është ky, nuk e ka moshën. Si e kanë kush është? Në tipare marketingu duhet të themi që duhet shfaqesh që të dinë që ekziston. Duhet të shfaqesh që të dinë se kush je. Edhe se çfarë mund të bësh. Edhe ti nëse je i mirë në një profesion dhe nëse nuk ke një marketing të mirë të vetes, nëse emrit nuk njihet, atëherë çfarë përbën? Më ke kujtuar një ndodhi, e kam përmendur edhe diku tjetër, po për ta thyer pak atë bisedën. Dikur unë kam qenë konsumator i duhanit, edhe babai shokut ton na kapi mat duke pirë duhan dhe na morin kafe, u treguar zgjuar, na folin, na dha kritikat. Mirë, po ke ky moment dha dhe një mesazh që unë pastaj e kam ndjekur goxha, sidomos momente kritike. Dhe thoshte, shiko, unë edhe kur jam në punë, dhe kur kam qenë pa punë, në orën 7 të mëngjesit dal nga shtëpia. Sepse askush s'do vi dhe të më thotë se çfarë po ndodh aty jashtë, dhe jo më që të më marri, po themi ke mundësitë që janë aty sepse ndoshta unë i duhem. Pra, nëse unë jam brenda, kjo është në tipare fizike brenda shtëpisë për atë kohë, por sot është për ekspozimin digjital, për ekspozimin për evente, në për panair, në për grupe po themi ku njerëz me interesa të përbashkëta takohen, kështu që bëre shumë mirë që ndave këtë sepse është goxha mesazh për të rinj. Dhe me që jemi këtë rinj, sa shanse kanë të rinjt shqiptar duke marrë parasysh çdo lloj aspekti, aspektin ndoshta të mindsetit, aspektin ndoshta të paragjykimit që ka, po themi deri diku për të qenë sinqert për shqiptarët, sa shanse kanë për hapësira globale. Dhe kur them për hapësira globale, jo domosdoshmërisht po themi të njëjtës natyrë, po qofshin ato të gjithanshme, në tipare biznesi, në tipare sapmitesh, apo në tipare qoftë edhe
ekspozimit të mundshëm për të kapur sa më shumë mundësi. Pyetje shumë e vend, por pse jo globale dhe pse jo shqiptare? Kur një njeri ka sigurisht dhe disa mundësi këtu. Ka mundësi për të treguar veten, ka mundësi që të futet në një pozicion të thjeshtë dhe të bëhet nga një specialist në një drejtor marketing. Pra, mundësitë janë dhe këtu Ervin, por nëse flasim nga ana globale, ke mundësi pafund. Ke mundësi për të punuar në USA, ke mundësi për të bërë një master jashtë, ke mundësi për të bërë një praktik pune, ke mundësi për të futur në punë në një kompani jashtë. Pra, mundësitë globale janë pafund. Varet se sa ti e ke karakterin, varet se sa ti e ke motivimin për të ikur jashtë. Po ama për të ikur jashtë duhet edhe të dish mentalitetin ku po ikën, çfarë shteti po ikën. Sa të pranueshëm janë ata. Kur ti je në dheun tënd, ti ke një privilegj më të lartë se sa ata që vinë këtu për të punuar. Se sigurisht Shqipëria është bërë një hotspot për të huaj që punojnë edhe kur të bashkohemi në Bashkimin Evropian, nëse do bëhet së shpejti, do vinë shumë investitor, shumë bizneset që do vinë këtu në Tiranë, edhe në Shqipëri pra Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, por edhe në çdo qytet të Shqipërisë që të punojnë edhe të hapin bizneset e tyre këtu. Pra, e mira është jo vetëm globalisht. Gjithmonë ideja ime ka qenë që të rinë në adheun e tyre. Të japin sa më shumë kontribut edhe të japin aftësitë e tyre që ta bëjnë Shqipërinë më mirë se kur. Jonas, me qënë se i referom gjithmonë edhe moshës dhe ti e ke më relevante, këto e ke më të prekshme, më të ndjeshme, po jo vetëm nga këndvështrimi personal, po ndoshta edhe nga moshatarë të tjerë me cilët ti ndërvepron dhe ke pamje më të gjerë. Çfarë është gjë që referuar asaj që ti the edhe aftësive, çfarë është gjë që duhet të ndryshojë në edukimin në Shqipëri? Kur them edukimin, patjetër përfshir po themi universitetet, shkollat e tjera, po qoftë edhe institucionet e tjera që kanë në fokus edukimin. Gjithmonë ka nevojë për përmirësim. Asnjë shtet nuk është perfekt, asnjë sistem nuk është perfekt derisa demokracia, meritokracia të jenë në një nivel të lartë. Në Shqipëri aktualisht një nga gjërat që duhet bëjmë, që e kam thënë edhe Ministrisë së Arsimit edhe autoriteteve, është që të fillojë edukimi demokratik, pra të tregohet rëndësia e votës, të tregohet rëndësia e zërit të rinjve që nga mosha e re, pra early education, pra nga shkollat të fillore deri në gjimnaz. Ekziston kjo në një vend tuaj? E ke parë si në një vend sigurisht në Danimark edhe në Finland janë programe që i dedikojnë të rinjve rreth procesit demokratik të një vendi, procesit të votës edhe procesit të zërit të rinjve. Pra bëjnë stimulime, bëjnë trajnime që i tregojnë të rinjve se si zëri yt mund të transmetohet në shtetin e tyre. Pra, sigurisht kjo varet edhe sa demokratik është shteti, sa i hapur është shteti për dëgjuar të rinjt, është le të themi burokratik, por ka raste suksesi, ka raste përmirësimi dhe Shqipëria është një nga ato raste që gjithmonë ka nevojë për përmirësim, por ka nevojë edhe që zëri të rinjve të dëgjohet, jo vetëm në gjuhën institucionale, jo vetëm në gjuhën e një politikani, por në zërin e të rinjve, the spirit of youth, pra të dëgjohet zëri i brendshëm i të rinjve që duan të flasin, nuk duan të rrinë poshtë tavolinës, të flasin si politikanët e tyre. Mund flas nga eksperjenca që të rinj shqiptar ka një problem që nuk e tregojnë çfarë duan. Nuk flasin me mendjen e tyre sepse kanë frikë nga ana e politikanëve, kanë frikë nga backhandsat, dhe për një të ri që nuk ose ka frikë të flasi për atë që do, është një nga mëkatet më mëdha që një shtet mund të ketë. Një brez i ri, një brez të rinj që janë me shpirt rebel, janë me shpirt që duan protestojnë për drejtat e tyre, janë me shpirt që duan të bëjnë çdo mos për shtetin e tyre, nuk është e mira që të flasin në emër të partive, nuk është e mirë të flasin për idealet e partive ose idealet të kryetarit të partisë. Duhet flasin për interesat e tyre. Duhet flasin pse, çfarë duam, si mund të jetë më mirë. Si mund të jetë më mirë, çfarë ka keq, çfarë kanë kritika, dhe liderat duhet ta dëgjojnë. Nuk duhen vinë liderat për ta dëgjuar vetëm sa për foto dhe për kamera. Po. Mund marrim raste jashtë që në Suedi, në Holland, liderat vinë dhe takojnë studentët për të dëgjuar realisht çfarë janë problemet. Marrin sekretarët,
çdo gjë dhe shkruam. Po kam përshtypjen që këtë gjë e ka diktuar edhe vetë rinia, në sensin i ka treguar atyre fuqinë që po themi rinit ka. Rinia, integritetin që ti the që ka gjithë secili dhe zëri bëhet më i fuqishëm. Dhe kam përshtypjen që këtu rinia shqiptare, më korrigjon nëse e kam gabim edhe nga këndvështrimi jot, duke qenë se shfrytëzohet nga po themi organizime të ndryshme, qofshin edhe ato partijak, ndodh edhe kjo, që ndonjëherë duhet mbajnë anën e partisë ku janë zotuar, sepse mund të kenë një interes që ndoshta mund mos vi kurrë për në të ardhmen. Nga ana tjetër nuk duan të ekspozohen se ndoshta një nga familjarët punon. Pra ky është një gërë që unë e kam parë goxha në Shqipëri dhe unë që e kam kaluar po themi një moshë caktuar, e ndjej këto lloj gjëje po themi tek vetja, po sidomos tek ato të rinj dhe është shumë e vërtetë kjo që ti thua që nuk shprehen dot. Po meqense jemi ke kjo pjesa, jo vetëm në kuadrin e rinisë, po edhe në tiparet të përgjithshme, po sidomos tek rinia, sepse në fund të ditës ajo e mban kohën, është energjia, është e ardhmja në vetvete, pra rinia sotshme është vetë ardhmja e Shqipërisë. Për mënyrën po themi se si duhet hiqet, qoftë në tipare biznesi, industrial, politike e kështu me radhë. Si e shikon ti me këtë trend që jemi Shqipërinë pas 10 vitesh? Pra, le të udhtojmë pak në kohë dhe sipas Jonas, Shqipëria mbas 10 vitesh ka këto tipare. pyetje shumë interesante dhe me vend nervin. Shqipëria gjithmonë do luzoj. Shqipëria ka luzuar edhe para 1000 vitesh, para 2000 vitesh dhe do vazhdoj të rrojë. Politikanët që kemi aktualisht për disa vite do ikin, do vinë të rinj, do vinë breza të rinj, do vinë gjenerata tjetër dhe do ketë ide të reja. Nuk besoj se do ketë një disfat, sigurisht që do kenë ups and downs, do ketë poshtë lart, do ketë. Por mirë është që brezi i ri që do vi mos të infliktohet nga brezi i vjetër dhe nga rregullat e brezit të vjetër. Çdo brez i ri ka rregullat e veta. Çdo gjenerat ka mendimet e reja, ka mendimet e tyre si flasin. Për mendimin tim, Shqipëria mas 10 vitesh do e mbaj atë regjiment me opinionet e vjetra, por si thash, kjo varet se sa të gatshëm janë të rinj të ndryshojnë shtetin e tyre. Varet sa të gatshëm është shteti i tyre të dëgjojë të rinjt. Siç thatë edhe ju, ishte e vërtet që disa të rinjt impenjohen edhe nga prindit nëse janë në pozicione partijake, ose ata janë në pozicione partijake dhe presin dhe çka mbrapa, presin premtime. Unë nuk javë faj, bravo i qoftë. Du të bësh çdo gjë for your own survival. Për shpëtimin tënd du të bësh çdo gjë, por ama nuk duhet harrosh kurrë. Adheun tënd. Nuk duhet harrosh kurrë shokët, shoqet e tua. Nuk duhet harrosh kurrë se çfarë po bën. Nuk duhet asnjëherë që të vendosësh tributet e tua, nuk duhet asnjëherë të vendosësh favoret e tua personale kur ti je në një pozicion qeveritar. E mirë është të bashkëpunosh me rinjt, të dëgjosh rinjt edhe të bësh çdo mos gjenerata tjetër të ketë më shumë mundësi se sa tjetri. Për mendimin tim, një qeveri e saktë, një qeveri demokratike, një shtet laik që ka dëshirë të bëj çdo mos, duhet të jetë rinia dhe qeveria njëkohësisht. Nuk duhet njëri të flasin në mënyrë qeveritare, nuk duhet njëri që të flasin në mënyrë institucionale që të dëgjohet. Njëri mund të bërtasë, njëri është rebel, njëri mund të flasin në çdo lloj mënyre, por ama duhet ta dëgjosh psen, sepse njëri nuk mund të gënjej dot për një problem që ai ka në klasën e vet, në universitetin e vet, në konviktet. E qartë. Pra është i sinqert në duhet të jesh sa më i sinqert pavarësisht favoreve që ke, nëse ke probleme të tilla, nëse flasin familjar apo jo, okay, aty të respektojmë. Së normalisht që njerëz do hajnë bukë. Shiko, ti harrojmë pak për një moment gjithë politikanët e vjetër. Ose më saktë që të futsim edhe pak në rol, unë jam përfaqësues i këtij vendi. Sipas mendimit tënd, çfarë duhet bëj unë që të prodhoj sa më shumë leadership, këtë rinjt po themi që janë sot në atë fazë të gatshëm për të drejtuar këtë vend. Shumë e thjeshtë ti tregosh që fjala e tyre ka peshë. Ti tregosh që ata duan të besojnë për një ndryshim ndryshe. Ti tregosh që nga mosha e re që fjala jote ka liri. Fjala jote ka peshë mbi mua. Ti mua më ke zgjedhur, prindet e tu më kanë zgjedhur mua. Unë ty të kam zgjedhur ty, që ti jesh lideri im. Ti ke përgjegjësinë ndaj meje si lider. Unë ty të kam zgjedhur. Unë si i ri
kam më shumë peshë sa ty. Pra, e mira është që të rinjt, shpirti të rinjve, zëri të rinjve të dëgjohet së bashku me qeverinë e tyre. Nuk është e mira që të dëgjohet zëri vetëm nëse flasin në emër të partisë, vetëm nëse flasin sipas idealeve, sipas tabletave së partisë. E mira është të thuash që Ervini, kryeministri ynë, ka bërë çdo mos për qeverinë tonë, por ama nuk ka bërë asgjë për veten e vet. Ervini ka bërë çdo gjë për të rinjt, por nuk ka bërë asgjë për veten e vet. Ervini është një lider i vërtet. Ervini është ai që ka dëshirë të përcjellë mesazhin tek të rinjt që nga mosha 14 vjeç deri në moshën më të vjetër. Pra të tregoj që shpirti i rinjës është me ne akoma. Pra mendon që kjo do t'i motivoj pastaj për që më të angazhuar, më vendimarrës në të ardhmen apo të aspirojnë më shumë? E mira, sepse unë jam babai 2 fëmijë vetë, do doja që po themi në vitet në vijim, ato përveç se frymës po themi që mund të marrin nga prindit, sigurisht edhe ti the që ke marrë disiplinën sepse familja jote ka një disiplinë për shkak të profesionit ushtarake. Do doja që ta marrë, po themi, një dozë nga unë, nga familja, po do doja që të ketë oportunitetet që të prodhohet si lider. Dhe kur them si lider, më shumë për qasjen si lider, se s'dua që domosdoshmërisht të bëhet kryeministër apo të bëhet CEO. Por do doja që të rritet një brez me vetbesim, të kuptoj pozicionin e vet, të kuptoj të drejtat e veta, qofshin ato njerëzore apo edhe përtej asaj. Dhe këtë gjën aktualisht nuk e shikoj. Të gjithë të rritë sot, për të qenë sinqert, më duken sikur më shumë janë në pozicion mbrojtës se sa sulm. Kur them sulm, se sulmi ka dhe konotacion pak negativ. Është fjalë e madhe sulm. Po, është fjalë e madhe. Them sulm në sensin të jetë aktiv. Dhe çfarë duhet bëj realisht që t'i motivoj këto të rinj. Dhe këtu them faktikisht gjatë kohës që po ta shpjegoja tani më erdhën në mend edhe disa të rinj që janë totalisht jashtë çdo aspekti të një të ardhme të mirë. Shikoj grumbujsh të rinj që rrin cepave, askush nuk kujdeset që t'i motivoj apo t'i hapi horizontet, ato mendojnë se dinë gjithçka, por ndërkohë rrin cepave duke pi cigare apo dëgjojnë ku ta diun muzikë dhe kështu shtyn ditën apo rrin gjatë gjithë kohës në telefon. I them këto sepse janë realisht detaje që ndoshta ne e kemi bërë si normalitet, por këto të rinj mund të përfundojnë deri 50 vjeç duke bërë po të njëjtën gjë që po bëjnë tani. Që do thotë që janë njerëz që i shkon dëm jeta pa pasur minimumin e ngacmimit nga institucionet që këto ta shohin botën ndryshe. Unë nuk do thoja që është gabim Ervin, unë do thoja që sepse shokët e mi dhe shoqët e mia bëjnë këtë. Dhe asnjëherë nuk i kam thënë stop ose juve po bëni budalliqe, juve po bëni këto. Sepse i riu vetvete e ka jetën që të eksplorojë, e ka jetën që të jetojë jetën e vet sa më mirë. Pra, për një njerëz është normale. Nuk është gabim, sigurisht asnjëherë nuk është gabim. Nuk mund të kritikojmë, por e mira është që a duhet vazhdojmë me atë ritëm kur çojnë në një moshë më të lartë. Dhe për mendimin tim, ai i ri, ajo e re që ka dëshirë të bëjë më shumë do e bëj. Në një moshë të re sigurisht që do ikim parti, do bëjmë bloshkolla, do bëjmë budalliqe, sepse ajo është mosha jonë. Ti e ke bërë, unë e kam bërë, atë unë po e bëj prapë. Edhe për mendimin tim nuk është gabim, derisa ti je i vetëdijshëm për atë që po bën dhe duhet ndalosh. Por e mira është që ta fillosh njëkohësisht edhe të punosh, edhe tek të bësh eksperiencë, edhe të bësh qef. Qefi dhe puna nëse bën të dyja të balancuara është gjë më e bukur që njëri mund të bëjë. Patjetër. Edhe qef, edhe eksperiencë, mund të ikin parti, mund të ikin jashtë, me çunat, me shoqet, pra. Është vetvete e rinis, rinia është vetë rebelim, është vetë eksperiencë që duan të eksperiencë gjëra, nuk është asnjëherë gabim. Unë s'do isha kryeminist, president, asnjëherë nuk do bëja kufizime për gjëra, se shpirti i rinis është shpirti i vendit. Dhe një njeri që të jetë ambicioz, që ka dëshirë të luftojë për vendin e tyre, duhet të jetë sa më vetvete, sa më neutral. Të jetë i qefit, të jetë i mirë edhe për komunikim, të jetë shoqëri, edhe po që edhe nëse ka shoqëri të keqe ose jo, është procesi i jetës. Në qartë. Që jam shumë dakord me këtë që the, por se nuk e kisha që s'duhet i bëjnë këto. Por kam parë në vende të afërta, siç janë fqinjon Italia ose të paktën këto vendet e rajonit e kanë disa që kanë politika
të caktuara ku kanë goxha gjithë përfshirje të rinisë. Unë të paktën në dijenin time nuk shoh që të ketë shumë këtu. Ka disa organizata që bëjnë ato grupimet e veta, po nuk synojnë që të marrin të rinj të tjerë, po kanë vetëm ato rrethin e tyre. Dhe nuk shkojnë të synojnë, po themi, se si tek një X gjimnaz, po themi përqindja e atyre të rinjve që kanë degraduar, po themi, sepse ky është realiteti, apo në vende të tjera të bëjmë një ndërhyrje, të shkojmë dhe të flasim sa më shumë për tematika të ndryshme, ose të ftojmë Jonasin si shembull i mirë, po themi, i një rinie të shëndetshme e kështu me radhë. Dhe kjo e kisha më shumë që unë të paktën personalisht, edhe njerëz që unë flas, e ndjen që kjo gjëja mungon. Dhe jashtë ka ardhur edhe nga kultura, po themi, të formateve kishtare, pra që mblidheshin, flasin për fenë etj, por bëhet edhe në politikë, edhe në institucione arsimore e kështu me radhë. Shumë e vërtet. Dhe kjo është ajo që unë mendoj që mungon, dhe si politikan i arshëm që unë ta uroj, sepse shoh goxha potencial. Kush mund të ishte i gjë që ndoshta një politikan që po ngjon sot mund t'ia japim një ide se kush mund të ishte një iniciativë që ndoshta edhe ti e ke ndjer. Ndjes që insistoj, po dua të ta marr këtë mendim me patjetër. Jo, shumë mirë, mendimet e mia janë për të dëgjuar, si janë për të mbajtur, që kështu ka shumë. Shqipëria aktualisht po bën iniciativa që po i ndihmon të rinjt. Pra nuk mund t'i anashkalojmë. Ka iniciativa, po shkojnë në atë nivel, por duhet më shumë punë. Pra, ka iniciativa shumë të mira që po bën, me organizata e huaja, me GIZ, me Rajko, me organizata që japin fonde që nga Bashkimi Evropian, që japin fonde për të rinjt, për projekte rinore, që ndihmojnë të rinjt për të punësuar, dhe nëse nuk ka një shkollë, një arsim, i ndihmojnë të rinjt për të punësuar, i ndihmojnë të rinjt me grante, me trajnime, pra ka, por shteti shqiptar sigurisht për çdo shtet, jo vetëm shteti shqiptar, duhet të bëjë çdo mos që të ngrej atë nivel që të sa më i lartë. Pra nuk mund të anashkalojmë çfarë po bëhet, çfarë është bërë, por gjithmonë ka nevojë për përmirësim Ervin. Ajo që thej që çfarë mund t'i japim një politikani është që për mendimin tim të marrë sa më shumë shembuj suksesesh nga jashtë. Një nga ato është edhe pjesën e urbaneve që një njeri nuk ka nevojë të marrë tani më duket se për urbane ku je student mund marrësh një flet që ke për një muaj dhe nuk paguan, por me atë kartë ke ulje në për bankra, ke ulje në për shopping centers, ke të drejtë që edhe me qeran të ulet, jashtë Gjermani në Frankfurt, kam dhe shokët e mi që aty me një kartë student rinor, ke çdo gjë me ulje, ke çdo gjë të paguara. Pra ti jep disa komoditete që e të mendoj... Disa komoditete, sepse një i ri jashtë ka më shumë komoditete se një person që nuk është më i ri. Pavarësisht se kjo është diskriminim, por ajo është realiteti. Pra për një student që mëson jashtë, sidomos ku është i huaj dhe shkon për të mësuar, ka më shumë favore, ka më shumë gjëra më të mira se këtu. Sepse këtu akoma është herët, akoma është duke u bërë këto procese që shteti të japi këto ndihmësh. Por siç thash deri, Shqipëria ka bërë, do bëj iniciativa dhe mira është që të dëgjohen jo vetëm unë. Ervin, nuk ka vetëm unë i ri këtu. Të rinj ke me mira, ke me qindra jashtë, që e kanë zërin dhe kanë shoqyrë sot e kanë gjuhën që të flasin. Dhe mira është që politikanët të dëgjojnë, jo vetëm të dëgjojnë, po edhe të mbajnë premtimet. Disa. Po, vërtet. Se në fund të ditës mund të udhëheqësh edhe me shembull. Ti kthehemi pak Jonas 16 vjeç. Çfarë do i thoje sot? Kush është një gabim që do i thoje ke parasysh këto mos e bëj? Mos të ngrihesh shumë qefi. Të ka ndodhur? Po. Kush kanë qenë pasojat? Pasojat është që njerëzit flasin, njerëzit dëgjojnë dhe reputacioni yt shikohet edhe dëgjohet. Dhe mira është që për një të ri, nëse do të thojë Jonasit vjetër, është që të vazhdosh punën tënde, por sa më lehtëshëm. Jo me një vrull më të madh, jo me një shkallë, sepse nuk je me asnjë garë. Okej. Më pëlqen që unë faktikisht kam parë një video, një periudhë ka qenë goxha virale. Është Robert De Niro me disa aktorë të tjerë. Edhe thotë me fjalët e veta, po mbaj mend më shumë mesazhin që thotë do të kesh kujdes në momentet e entuziazmit. Sensin në momentin që po shkon mirë, aty duhet të frenosh veten dhe thuash, "Ok, kjo është një gjë normale." Sepse shkon, po themi
pak më lart se ç'duhet dhe ekziston risku që të biesh akoma edhe më shumë pastaj. Edhe kjo ka qenë një nga ato, po themi fjalët që unë i mbaj si kode mesazhesh, mënyrë që t'i kem si mindset edhe në konsiderat, kështu që e vlerësoj që e ndave me këtë një nga principet e Jonas Kepit janë që the job is not finished. Puna asnjëherë nuk mbarohet. Edhe për një fitore të madhe ose të vogël që unë bëj, që mund të them vetes që duhet vazhdoj se ka punë prap. Ka akoma dhe më shumë. Ka akoma dhe më shumë. Puna e asaj shprehjes që sa më shumë rritet dia, aq më shumë rritet pa dia, s'mbaron kurrë. Pra ti mëson dy gjëra, thu okay, dy gjëra nuk i dia, kështu që imagjino sa gjëra të tjera ekzistojnë edhe shikon që është pafund. Jonas, të lutem, bazuar në eksperiencën tënde, 3 hapa që janë hapa konkrete, që një i ri të ketë eksperienca ndërkombëtare. Kur them eksperienca ndërkombëtare, pavarësisht qëllimit apo journey-t, por që të jetë më i madh se sa vetë vendi vet, në mënyrë që ta përfaqësojë të densisht, por të t'japi dhe kontribute, po themi, vetë personit të tij, duke rritur akoma dhe më shumë vlerat. Që kur themi 3 hapa, mund të jenë edhe 3 pilarë kryesorë apo çfarë do lloj gjëje. Ka nevojë vetëm një. S'ka nevojë 3. Nëse ke atë, ke edhe 3. Që është të mos ngutesh, të mos kesh frikë. Duhet të jesh fearless, i pa frikësuar nga çfarë ke përpara. Jeta është si një rrugërvin. Dhe në atë rrugë, në atë autostradë është një qytet në zjarr. Okay. Dhe rruga është në zjarr. Por ti nëse ndalon, ti do digjesh. Edhe do t'uli jeta. Jeta o të ul ose të ngren. Duhet vetëm të ecësh përpara dhe mos shikosh mbrapa. Me frikë ti nuk do bësh asnjë gjë. Okay. Më pëlqen shumë ky si mesazh. Sepse jemi rritur këtu vend që kemi pas frikë edhe për të folur, kështu që është goxha mesazh. Shiko, një vendim që të ka friksuar ose ke pas dilema, meqense frikën se njëse vjen nga një familje ushtarake plus nga eksperienca, tashmë besoj që ke kaluar shumë etapa, e ke pasur frikë gjithsesi, por në momentin që e ke marrë si vendim ja vleti, që të kuptojmë dhe anën tjetër të medaljes. Një nga frikat ishte kur aplikova për t'ikur në Rom, në Itali, në summitin tim të parë që isha vetëm i përfaqësuesi i Shqipërisë për të rinjt. Okay. Edhe frika ishte çfarë do them, çfarë do bëj, a jam i gatshëm, a do e bëj gabim këtë fjalim, a do bëj, pra frikat ishin që nga të gjithë. A jam i gatshëm për t'ikur atje, çfarë do bëj, çfarë do vesh, çfarë do them, si do flas, edhe frika për të folur, frika për të marrë rezolutën, për fjalimin 2 minutësh. Ajo frika e gjës së parë që ti po ikën në një vend të panjohur, dhe një summit që është ndërkombëtar, që ka njerëz më të mëdhenj se ty dhe ty po të vëzhgojnë mira sy në një moment është frikë. Sepse ti ke një fjalim të përbër 2 minuta dhe duhet të bësh gati se sa i kultivuar është fjalimi. Dhe sa i pikzuar, sa presje, sa ku duhet të dalosh, ku duhet të flasësh. Ka qenë frikë sepse isha me 2 menja duhet i ka bëjë, sepse frika ime ka qenë nuk e bëj dot. Por pse ja vleti? Ja vleti sepse prej asaj summiti mua njerëz më vërtuan, më panë edhe më thanë që do bësh edhe më lart dhe më mbyllën. Pra mund të jetë një nga këshillat sot, ajo që tham ndoshta edhe në mënyrë direkte, ekspozimi, frika është gjë dhe mirë dhe e keqe për një të ri. Jo vetëm për mbar të dyja rrezikut. Nëse ti nuk merr risk, ti asnjëherë nuk do të dish çfarë është gabim dhe çfarë është e mirë. Risku në jetë edhe njëri, siç thash, risku si njëri, nëse bën gjëra të palishme ose nëse bën gjëra të lishme, sigurisht nuk ka lidhje, por nëse ti eksploron gabimin, ti gjithmonë do e kuptosh edhe më të mirë. Është një shprehje në anglisht që do ta them pastaj jo tani, që ka shumë lidhje në këtë që frika është e mira e njerëzimit, po edhe njëkohësisht disfada e një triu. Është edhe disfat kur rinë në një vend. Për të ndarë disa kurreshti, sepse unë parapëlqej që podcastet i afrohet sa më shumë edhe në naturalitetit, dhe kur kujton në ftuar ndonjë histori, kam shumë dëshirë që ta transmetoj.
dikur, kohë më përpara, ishte dikush, po themi aristokrat, i mbajtur, i veshur mirë, etj. Mjekësia nuk ishte në nivele shumë të larta, kuptohet, për kohën ishte në fillimet e veta, duke bërë ato, po themi, eksperimentet e para e kështu me radhë. Dhe ky personi kishte një dhimbje goxha të madhe koke. Dhe shkon, vizitohet, nuk kishte gjë, po themi, me zemrën, nuk kishte gjë, të paktën me çfarë të studionin, por ai shumë i dhimbte koka, saqë doktori arriti në konkluzionin dhe i thotë që për 6 muaj është maksimumi që ti ke jetë me dhimbjet që më përshkruan. Dhe ky tash zë të merri, kuptohet. Shkon pastaj edhe ke një dentist, thotë më shiko dhëmbët se s'ka mundësi, heqin disa dhëmbë, bën shumë gjëra. Por koha po kalonte dhe dhimbja e kokës nuk pushonte. Dhe thotë do vdes, duke qenë se ishte një figurë e mirë, dhe donte që edhe të tjerë ta njihin deri në fund që un jam ky personi dikush me këtë lloj klasi me radh, shkon ke rrobaqepsi i vet. Dhe i thot do më bësh një këmish thot kështu me këto karakteristika e kështu me radh. Dhe i thot ai që po, por për masën që më the për jakën, do ta bëjmë jo 34, do ta bëjmë 36 që ta kesh pak më të lirë. Dhe i thot ky jo thot sepse unë kam bajt gjithmonë 35. Më dëgjoj mu thot bëhet 36 sepse kur e ke më të ngushtë këtë, të dhëm koka shumë. Dhe ai kuptoi që dhimbja kokës i vinte nga këmishat e ngushta. Që thot ai nuk kishte sakrifikuar gjëra, po themi siç është gjëra joshse për atë moment apo për se si do duket etj. Dhe si pasojë mori gjithë ato dhimbje koke dhe stresin pastaj se si kjo gjë do shkojë. Dhe kam përshtypjen që e njëjta gjë është edhe me të rinjt. Në sensin janë kapur pas diçka dhe thonë jam mirë kështu siç jam. Dhe e gjen veten në një moshë të caktuar apo në një të ardhmë të caktuar që nuk dinë më se çfarë dinë të bëjnë. Dhe ky lloj mesazhi do të thënë të paktën që kjo histori unë kam kuptuar edhe mindsetin për leadershipin, edhe mënyrën se ti shoh gjërat, por gjatë bisedës tonë kuptoj që në të njëjtën formë mund dihen edhe shumë të rinj në Shqipëri. Pra e mbajnë jakën e ngushtuar, sepse mendojnë se i duket bukur, dhe ndërkohë nuk eksperimentojnë që t'i marrin ndaj apo të dëgjojnë këshillat e të tjerëve, po themi, që mund të jenë të brezit vet apo shembuj edhe të moshave më të mëdha. Ervin ishte një histori shumë e mirë, edhe një histori që është realitet, nuk është vetëm një histori. Pra shumë të rinj e mbajnë jakën, është problemi i comfort zonit. Unë kam shok, kam njerëz që duan të rinë në atë folen e tyre të vogël. Pra duan të rinë në gjendën e tyre edhe nuk i bezdis asnjë lloj gjë nga jashtë. Por e mira është t'i them që kur shkoni në një moshë, do kuptoni që kur juve po bëni party akoma, unë do jem në një vend tjetër. Pra nuk mund të bësh vetëm party, të kënaqesh, sigurisht është fan, është gjë e bukur. Dalësh me shokë e shoqe, por do vi një kohë shumë vonë që do e pendosh që pse s'bëra, sepse nuk e fillova më herët. Dhe ajo pendimi është gjë më e keqe për një person që mund të them. Unë jam penduar për shumë gjëra që ndoshta si kam bërë, por shqyr Zoti që i kam rekuperuar. Pra pendimi për mendimin tim është një nga disfatet e mia më të mëdha. Të pendohem edhe të mos guxoj. Guximi, pendimi janë një nga faktorët që një njeri nuk do të vazhdojë diçka. Okej. Unë të falenderoj shumë për kohën. Miq të podcastit, dua t'ju them që bazuar sidomos tek kjo bisedë me Jonas, leadershipi nuk vjen gjithmonë, po themi, si mindset apo si kulturë nga vendet e mëdha, por vjen dhe nga vende si Shqipëria. Dhe unë këtë e besoj për ditë më shumë, aq më tepër ku njoh njerëz si Jonas, që është në moshën vetëm mund ta themi 20 vjeç. Është vetëm 20 vjeç, sepse zakonisht është për gocat, po të mora leje, është vetëm 20 vjeç dhe shpresoj që t'i ka dhënë vlerë kësaj bisede për të gjithë të rinjt që aspirojnë dhe të marrin motivimin e duhur, po themi, nga kjo bisedë. Shihemi në episodin e radhës. Jonas, të falenderoj për kohën edhe për të gjitha përgjigjet. Faleminderit ju.